Përshëndetje dashur teleshikues, bëhemi gati, lidhim flokët, sepse për të gjithë femrat, flokët, sidomos në periudhën e verës, ku trupi çliron djersët e menjëhershme, pra që në minutat e para të stërvitjes, na krijon probleme në lëkurë, në pjesën e pasme dhe të qafës. Gjithmonë flokët le t'i heqim, mos të krijojmë siklet vetes që numrat mos t'i shkëpusim as nga sikleti i gjërave që na pengojnë. Pra kujdes me veshjen gjatë stërvitjes. Sa më të lirshëm në stërvitje, që të ndjeni komod me trupin tuaj, si keni qef, vetëm që të mbarojmë ato numra që duhen për stërvitjen. Pra, jemi vetëm për punë të stërvitjes. Vazhdojmë me barkun. E kemi lënë tek pjesa e poshtme e barkut në programet e avancuara. Dhe ju që keni filluar stërvitje mund të hidheni në këto ushtrime dhe t'i provoni. Nuk mund të arrini dot 50 copë, por mund të bëni 10 të tyre, sepse janë ushtrime që i bën dhe brezi i ri dhe junior, sepse nuk janë me pesha që dëmtojnë tendinat tuaja apo që na bëjnë deformim të trupit në zhvillim. Jemi në punime në tapet. Jemi gjithmonë në tapet në cilën juve. Ky është tapeti im personal, por momentin që ju jeni në palestër duhet gjithmonë të shtroni peshqirin tuaj, sidomos në periudhën e verës kur trupi djersit. Jemi në pozicionin e ulët, siç kemi thënë, kemi mbaruar në puntatat e mëparshme, pjesën e sipërme të poshtme, do vazhdojmë me pjesën fundore. Pjesa fundore e barkut është pjesa më e vështirë, është pjesa që mbart më shumë ujë dhe mbart më shumë lipicide, sepse qëndrimi në pozicionin në këmbë të njeriut, pra qëndrimi anatomik i joni, krijon rënjen e të gjithë masës ujore në pjesën e poshtme. Pra dhe kur palosemi kemi masë ujore, lëkure. Mos u shqetësoni për atë. Në pozicionin e drejtë ajo tërhiqet. Vazhdojmë me ushtrimin e parë. Do shtojmë pak, është minimumi i peshës, sa kile është, 1 kilogram asgjë. E vendosim te këmbët dhe do bëjmë zgjatjen përpara. Pra kemi zgjatjen përpara. Trupi qëndron i shtrirë dhe punojmë pjesën fundore të barkut. Ajo e tensionon dhe tërheqja e peshës e zmadhon muskulin e poshtëm, i cili sa më i madh të jetë, aq më shumë energji çliron dhe aq më shumë na e djeg ujin dhe lipicidet që kemi aty rreth e rrotull. Do t'i bëni një zeçe, her 5 herë të përsëritura 100 copë. Mos harroni 20 her 5 seri 100 copë. I pari ushtrim. Ushtrimi tjetër. Vazhdojmë përsëri me pjesën e poshtme të barkut. Kemi ngritje të këmbës, pasim të tjetrës, ulje të parës dhe pasim të tjetrës, mos i prekni në tokë. E shikoni që po i mbajnë në ajër, ato që nuk arrin do t'i mbajnë në ajër, që si kanë këmbë të punuara, rezistente mund t'i ulin. Pra kemi ushtrimin me pasim të këmbës. Kemi 50 përsëritje, është ushtrim i lehtë dhe mund ta realizoni. Mua më pengon pjesa e pasme dhe unë do ta zgjidh këtë, duke e hequr mikrofonin që bëj një demonstrim super të saktë. Vazhdojmë, me intereson saktësia e ushtrimit që dua t'ju demonstroj. Duhet jeni sa më të saktë. E mbajmë këmbën në ajër, pasimi, e ngrejmë këmbën e majt, e pasojmë me të djastën, e ulim të majtën, e ulim dhe të djastën. Vazhdojmë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pra ishte 10. Ky ishte ushtrimi. Mbajini mend, për të rishikuar klikoni YouTube Dorina Mema Good Morning Fitness Anja Report. Vazhdojmë në ambientet e bukura dhe të qeta të farit. Është një ambient ku ju mund të punoni shumë mirë abdominalet sepse janë kushtet për t'i punuar ato. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Pra, si ky ushtrim do bën 20 herë 5 seri 100 të tjera. U bën 200 për pjesën e poshtme të barkut. Vazhdojmë ushtrimin tjetër të radhës. Mos harroni 10 sekonda pushim midis seteve dhe mos harroni stretching të pjesës së poshtme të barkut që është me këmbët e qëndruara lart dhe koka lart. Pra, kemi të qëndrim. Vazhdojmë. Kthehemi, vazhdojmë ushtrimin e radhës. Kemi lëvizjen gërshër të këmbës. Pra, kemi disa lëvizje. Kemi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë me pjesën e brendshme pa i shkëputur këmbët. Vazhdojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gjithmonë, pra, kemi lëvizje jashtë, brenda, lart. Kemi të dyja bashk, këmbët i ngrejmë lart. Mund t'i kombinojmë 8-çe, 10-çe, 20-çe, që të arrim të bëjmë 100 copë pa ndaluar. Pra, si që shikoni, kemi vetëm lëvizje të masës muskulare të këmbës, lëvizje mekanike të këmbëve në gjitha pozicionet dhe kjo bën tensionimin dhe tërheqjen e pjesës së poshtme të barkut. Është dhe ushtrimi shumë i mirë i këmbëve, i cili shtyn në pjesën e sipërme. Nuk jemi drejt si që ishim me peshën, por jemi në pjesën e sipërme, shtyn në pjesën e sipërme të këmbëve. Jemi në pozicion karrike dhe shtym. Pra, krijon tension në pjesën fundore të barkut. Është dhe ushtrimi tjetër shumë i mirë për pjesën e poshtme që ku mund ta bëni dhe gjatë palestrës kur po punoni një muskull tjetër. Barkun mund ta punoni në çdo kohë sepse ka rezultat dhe nuk ka nevojë që të jetë gjithmonë me pjesën e setëve. Pra, në qoftë se midis ushtrimeve të tjera fusni një element të barkut, punojeni atë sepse ka efekt dhe ka rezultat. Gjatë kohës kur ju po bëni ndonjë break apo pushim në palestër, ju mund të uleni në një stol dhe të bëni pozicionimin e barkut me tërheqje, pra tërheqim nga vetja. Gjithkohës tërheqim nga vetja. Të bëni setet 50-çe të tërheqjes nga vetja. Krijon tensionim të gjithë pjesës së barkut, kemi dhe punim të pjesës fundore të barkut. E njëjta gjë bëhet dhe me masën anësore të abdominaleve. Jemi në pozicion anësor, tërheqim, do ndjeni tension vetëm në pjesën anësore të barkut. Jemi gjithmonë në ushtrimet në tapet dhe në gjendje të lirë. Pra, vazhdojmë me pjesët anësore të barkut. Kjo përsëritet 10 herë 10 seri për të bërë 100-shën. Për ato që nuk arrin dot 20. Është 20 herë 5 sete për personat që janë marrë me fit dhe kanë rezistencë, dhe për advanced workout për profesionistët bëhet 50 herë 2 herë pra 100 copë. 100 copë duhen se zbën për çdo ushtrim. Flasim gjithmonë për të pasur rezultat perfekt të abdominaleve, për të çliruar energji dhe për të djegur yndyrën që ndodhet në pjesën tonë të barkut. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër për anësoret. Hidhemi anash. Qëndrojmë dhe do ngrihemi. Mbështetemi mbi këmbët, shikojni këmbët si kanë pozicionuar, dora në bel dhe vetëm shtym lart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, kemi një lëvizje të pjesës anësore të trupit. Trupi duhet drejt. Pra jemi drejt. Anash, shikojmë veten tonë drejt, e korrigjojmë në pasqyrë dhe vazhdojmë mbështesim dorën dhe vetëm ngrihemi lart. Është i lehtë, mund ta bëj dhe fillestarët dhe advanced workout, por na mjafton dhe na duhet se s'bën që të bëjmë numër shumë për rezultat gjithmonë. Pra, mund të bëjmë 10 herë 10 seri ose mund të bëjmë 20 herë 5 seri. Vazhdojmë përsëri ana tjetër e njëjta gjë, pra qëndrojmë drejt, kemi dorën dhe ngrihemi duke lëvizur vetëm pjesën e belit. Ushtrimi tjetër i radhës për anësoret është kryqëzimi i këmbëve, hidhemi anash me duar përpara, pra tërheqim trupin. Këmbët mund të rrinë të palosura ose mund të rrinë të hapura. Kemi dy pozicione. Në momentin kur ne hapim këmbën, nuk kapim pjesën anësore totale të trupit, pra ti mëshojmë pjesës anësore, por e cila nuk është mirë të punohet shumë, sepse eliminon prerjen e belit, por duhet të punojmë vizën e barkut, atë çka quhet ndarja anësore me abdominalin parsor. Kemi tërheqje lart, e cila na jep një presion dhe një tension dhe një formim të vizës së poshtme të barkut. Pra, duhet kemi parasysh që çdo pozicion këmbë, çdo lëvizje, çdo grat ndryshon pjesën muskulare që ne punojmë.
janë aq të vogla, elemente aq të vogla të fitnessit të cilat të ndryshojnë punën për të cilën ti po punon dhe ndoshta të bëjnë që të punosh gabim dhe të punosh atë që nuk duhet. Pra në qoftë se ju kërkoni të ruani pjesën e belit, punoni vetëm pjesën e vizës së përparme, e cila thellohet më shumë, formohet, forcohet dhe djeg yndyrën rreth e rrotull. E njëjta gjë bëhet dhe në krahun tjetër. T'ju tregoj dhe disa pozicione të tjera. Kemi qëndrimin drejt, është ushtrim që mua më pëlqen, të jep fleksibilitet dhe të jep rezultat. Kemi ngjitje lart trupi bashk me këmbët. Kemi pjesën e sipërme të trupit, palosje lart, tërheqje dhe të këmbëve lart. Pra, pozicionimi nuk duhet i shtrejmat. Kujdes me pozicionimin e shtrejmat sepse ju jep dhimbje në mes. Ju dëmton vertebrën ky ushtrim nëse e bëni gabim. Kemi qëndrimin në tokë mbështetje, dorën pas koke dhe ngritje. Këto ushtrime përsëriten 20 copë, pra kemi 20 herë lëvizje dhe 5 sete seri të bëjmë 100 copë në pozicionin e duhur. Mos harroni, pra, duhet arrim 100 copë për çdo ushtrim. Kemi 10 ushtrime, herë 100, 1000 copë. Bëhen, pra mënyra si po ju a shpjegoj, siç e shikoni kur dëgjoni 1000 copë, thoni wow. Ama po të jemi në tapet, të punojmë bashk, i bëjmë ato fare kollaj për maksimumin 30 minuta apo 40 minuta. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër, përsëri anësore, punojmë anësoret. Jemi me gira, dhe është ushtrim që mua më pëlqen pafund. Si do ta punojmë masën anësore në total? Ju ja kam shpjeguar dhe një ushtrim tjetër, por ndoshta nuk e keni vënë re apo nuk e mbani mend. Kemi një girë, masën e peshës, mund të merrni dhe një peshë të cilën ju pranon trupi. 6 kg, 8 kg, 10 kg, provojeni dhe testojeni në trupin tuaj. Pra, çdo gjë testohet sa mban trupi juaj dhe që ju mos ta sforconi veten sepse ka ditë plot të tjera për të punuar. Po mos sforcohemi dhe të kemi pak durim dhe pesha të jetë normale, ne do të kemi rezultate shumë më të mira pa sforcuar trupin, pa tërhequr tendinat dhe pa dëmtuar trupin ton. Ulemi poshtë, ngrihemi lart, kalojmë te këmba tjetër. Pra, kemi ngritje dhe pesha, ua sugjeroj pak të madhe, pra mos tentoni tek pesha 2-3 kiloshe sepse trupi ynë me 2 duar mund të mbajë shumë më shumë kile. Pra marrim minimumi 6 kile. Kemi pesha e cila na jep të gjithë rezultatin, forcën, tërheqjen dhe tensionimin e muskujve anësor. Flasim gjithmonë për gishtat anësor të barkut. U them gishta sepse kur definohesh në atë mënyrë dalen. Pra, duhet të bëjmë 20 kalime, 1, hidhemi në anën tjetër 2, hidhemi në anën tjetër 3. Pra kemi 20, jo 5 seri, por 10, sepse duke pasur 2 anë, duhet të punojmë 100 për njërën anë dhe 100 për anën tjetër. Ky është ushtrim shumë i mirë. Përsëri për girën, për të bërë një tensionim dhe forcim të muskujve të mesit, përveç se kemi thënë që mesin mund ta punojmë dhe në tokë midis ushtrimeve të barkut, pra kemi kombinimin që mos të dëmtohemi në mes, punohet dhe në këtë mënyrë. Kemi kalim të girës, nga ngrem lart e shtym brenda. E ngrem lart e shtym brenda trupit, pra kemi një shtytje brenda trupit. Punon muskujt fundor të shpinës. Ashtu sikurse e forconim shpinën në tapet. Pasi kemi mbaruar gjitha ushtrimet, mos harroni, do ulemi përsëri në tokë dhe do bëjmë zgjatje të pjesës së barkut. Pra jemi në stretch të muskujve të barkut. Mos harroni stretching të muskujve të barkut, zbukurohen dhe nuk kemi ngërçe. Nuk e di në ju ka ndodhur ndonjëherë, është e rrallë, fenomen i rrallë. Mua më ka ndodhur. Ngërçi i barkut është i keq sepse të kapte në gjumë dhe të jep një stres të papar sepse nuk di në çfarë pozicioni ta çlirosh ata. Ngërçet e këmbëve, okay, rregullohen me gishtat, duke mbajtur gishtat drejt të tensionuara. Është i barkut ishte shumë i vështirë. Vazhdojmë bëjmë dhe pjesën e shpinës për ta forcuar atë në mënyrë që mos t'i krijojmë probleme vertebrës duke punuar fort barkun, sepse po të punosh një muskuj barku, e lodh vertebrën. Duhet ta forcojmë dhe pjesën e shpinës që t'jemi healthy, të shëndetshëm
dhe me trup të bukur. Duke ju uruar një super ditë sot, unë ju uroj një barkë sa më të bukur, një trup të bukur, një verë të bukur dhe takohemi në puntatat në vijim. Mirupafshim.